Dashi. Sot do të ndjesh një rritje të energjisë që të nxit të përparosh në projektet personale. Në dashuri është momenti ideal për të folur hapur me partnerin, duke sjell afrimitet dhe mirëkuptim më të thellë. Nëse je beqar, takimet e reja mund të sjellin emocion të papritur, ndaj mbaj syt hapur për mundësi të reja romantike. Në punë, vlerëso me kujdes projektet që ke në dorë, pasi një vendim i nxituar mund të ndikojë negativisht. Financat duken të qëndrueshme, por është këshillueshme të shmangësh shpenzimet impulsive. Kujdesu për veten dhe gjej kohë për relaksim, ndoshta duke kaluar disa momente në natyrë. Pozitiviteti yt do të infektojë të tjerët, duke sjellë harmoni dhe qetësi tek ata që të rrethojnë. Deni. Tranzitet e ditës sjellin një ndjenjë stabiliteti dhe siguri. Në marrëdhëniet personale, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur brenda. Partneri juaj do të vlerësojë sinqeritetin tuaj, duke fuqizuar lidhjen. Në punë, ndërsa sfidat nuk mungojnë, përqendrimi juaj i palëkundur do të sjellë rezultate të dukshme. Bëni një listë prioritare dhe mbahemi. Financat kërkojnë vëmendje, shmangni shpenzimet e papërshkruara dhe bisedoni me një këshilltar të besuar për këshilla të mençura. Sot, zemra juaj kërkon qetësi dhe disa momente reflektimi në natyrë mund t'ju dhurojnë një ndjenjë të thellë paqeje. Përqafoni dritën e brendshme dhe besoni në intuitën tuaj. Një datë e bukur për të vendosur qëllime të reja dhe për të ndjekur ëndrat me pasion. Binjakët. Ndjenja e ndryshimit do të jetë miqësore sot dhe do të ngrohë zemrën. Është momenti ideal për të shprehur ato fjalë që ke mbajtur për brenda. Në punë, tregohu i hapur ndaj ideve të reja, pasi kreativiteti do të ndihmojë të zgjidhësh sfida të papritura. Lëshoj frerët imagjinatës dhe gjej zgjidhje origjinale. Financat mund të kërkojnë pak më shumë kujdes, bëj një plan dhe qëndro i organizuar. Në marrëdhënie, ndan momente të veçanta me ata që do, ndërsa thellon lidhjet duke ndjerë një ritëm të harmonishëm. Kujto të marrësh frymë thellë dhe të shijosh momentet e vogla që të ofron dita. Mos haro se energjia pozitive të shoqëron në çdo hap drejt një të nesërmeje më të ndritshme. Daforia. Sot ndihesh si një valë e qetë që luhatet mes bregut të sigurt dhe thellësive të panjohura. Në dashuri është koha për të ndihmuar partnerin me një gest të vogël që do të thotë shumë. Nëse je i vetëm, mos u ndal nga frika e refuzimit, shansi yt i ardhshëm mund të jetë më afër se sa mendon. Në punë, qasja jote e kujdesshme do të vlerësohet nga kolegët dhe do të hapë mundësi të reja. Financat kërkojnë një vëmendje të veçantë, ndaj shmang shpenzimet e panevojshme. Një pasdite e qetë duke reflektuar ose lexuar do të japë rehati shpirtërore. Ndjenja e një atmosfere të ngrohtë shtëpiake do të mbush me frymëzim. Sot, lejo veten të përjetosh magjinë në detajet e vogla të jetës. Luani. Në këtë ditë të ndritshme, do të ndihesh si një magnet për energji pozitive. Zemra jote kërkon të ndaj dashurinë dhe sot është dita e duhur për ta bërë këtë. Nëse je në një marrëdhënie, surprizo partnerin me një gest të vogël, por domethënës. Beqarët mund të përballen me një takim interesant që mund të ndesë ndjenjan. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë vëmendjen tënde të veçantë, por mos hezito të kërkosh mbështetje nga kolegët. Financat janë në një qëndrim të qëndrueshëm, por kujdesu të mos bësh shpenzime të panevojshme. Ndjesitë e përgjithshme do të jenë të qeta dhe të balancuara. Merr kohë për të relaksuar dhe për të reflektuar për këtë rrugëtim të bukur të jetës. Virgjëresha. Sot, energjia juaj është në harmoni me ndjeshmërinë e njerëzve përreth. Në dashuri, është momenti për të shprehur ndjenjat tuaja në mënyrë të sinqertë dhe të mendoni për ndonjë surprizë të vogël për partnerin. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ngjallë interes. Në punë, qëndroni të fokusuar dhe besoni në intuitën tuaj, pasi disa mundësi të reja mund të shfaqen në orët e para të ditës. Financat duken të qëndrueshme, por është e mençur të shmangni çdo shpenzim të paplanifikuar. Ndjesitë tuaja janë të qeta dhe medituese, duke ju ndihmuar të mendoni më qartë për planet afatgjata. Shijoni kohën me miq dhe relaksohuni duke u përfshirë në aktivitete që ju sjellin gëzim. Peshorja. Në këtë ditë të bukur nëntori, energjia universale të fton të përqendrohesh tek balanca në jetën tënde. Në punë, të hapen mundësi të reja që kërkojnë vëmendje të veçantë. Kujdesu që të mos i kapërcesh detajet. Financat qëndrojnë me një terren të qëndrueshëm, por një planifikim më i kujdesshëm do të ishte i mençur. Në dashuri, ngjen një ngrohtësi të veçantë nga dikush i afërt, ndoshta është koha për një bisedë të thellë që e ke shtyrë prej kohësh. Ndjesitë e përgjithshme janë të qeta dhe harmonike, por mos harro të ndjekësh intuitën tënde, ajo rrallë të zhgënjen. Kushto ca momente relaksimi vetes, një libër i mirë ose një shëtitje mund të jetë pikërisht ajo që të duhet. Akrepi.
Sot, thellësia e emocioneve do të jetë burimi juaj kryesor i fuqisë. Në dashuri është koha për të folur hapur dhe për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur të fshehura. Partneri juaj do të vlerësojë ndershmërinë tuaj, duke forcuar lidhjet që i mbajnë zemrat tuaja bashkë. Në vendin e punës, intuita do t'ju udhëheqë drejt zgjedhjeve të mençura. Mos hezitoni të ndani idetë tuaja kreative, pasi ato kanë potencial të shndërrisin. Financat kërkojnë vëmendje, bëni një rishikim të buxhetit dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjatë ditës, merrni pak kohë për t'u larguar nga rutina dhe për të medituar. Kjo do t'ju ndihmojë të rigjeni qetësinë dhe të përballeni me sfidat me një zemër të hapur dhe mendje të qetë. Shigjetari. Sot, emocionet do të jenë në qendër të vëmendjes. Një bisedë e thellë me një mik të ngushtë mund të hapë horizonte të reja për ty në dashuri, është momenti ideal për të shfaqur ndjenjat e tua pa frikë. Në punë, mbaje mendjen të hapur për mundësitë që shfaqen pa pritur. Një projekt që ke lënë pas dore mund të kërkojë vëmendjen tënde dhe të sjellë rezultate të papritura. Financat do të jenë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet impulsive. Nëse ndihesh i tensionuar, mjeshëtitje në natyrë mund të të qetësojë shpirtin. Ky është një moment i përshtatshëm për reflektim dhe për ta dëgjuar zërin e zemrës. Beso në rrugëtimin tënd dhe lëri ëndrat të marrin krah. Britsjapi. Dita e sotme sjell një energji të butë dhe të qëndrueshme që ju mund të shfrytëzoni në punë. Nëse keni projekte që kërkojnë durinë dhe përpikëri, tani është momenti i duhur për t'u përqendruar. Në çështjet e dashurisë, një bisedë e sinqertë mund të ndriçojë një aspekt të rëndësishëm të marrëdhënies tuaj, duke sjellë afërsi të re. Financat qëndrojnë në një vit të qëndrueshme, por jeni të kujdesshëm me shpenzimet e panevojshme. Një ndjesi e lehtë reflektimi mund t'ju pushtojë, duke ju ftuar të ndaleni dhe të vlerësoni sukseset tuaja të fundit. Dëgjoni zemrën tuaj dhe lini vend për frymëzim të ri, ndërsa ditët e vjeshtës mbushen me ngjyra të ngrohta dhe mendime të qeta. Ujori. Sot është një ditë e mbushur me energji të reja. Në punë do të keni mundësinë të paraqisni një ide të freskët që mund t'ju sjellë vlerësime. Mos hezitoni ta ndani atë me kolegët. Në aspektin financiar, mbani një sy mbi shpenzimet e vogla që shpesh kalojnë pa u vënë re. Dashuria do të lulëzojë nëse tregoni ndjeshmëri dhe dëgjim aktiv ndaj partnerit. Për beqarët, takimet e rastësishme mund të shndërrohen në diçka më të thellë. Kujdesuni për shëndetin emocional duke bërë një shëtitje në natyrë ose duke medituar. Një bisedë e ngrohtë me një mik të vjetër do të ngrohë zemrën tuaj. Bëhuni të hapur ndaj mundësive që paraqiten dhe lëreni zemrën të udhëheqë rrugën tuaj. Peshqit, dita nis me ëndra të çuditshme që mund të nxisin emocione të forta. Kreativiteti do të jetë në kulmin e tij, duke ju frymëzuar të shprehni veten në mënyra të reja. Në punë, mos e nënvlerësoni fuqinë e bashkëpunimit, kërkoni ndihmë dhe ofroni mbështetje kur është e nevojshme. Në aspektin financiar, tregoni kujdes me shpenzimet impulsive, duke bërë plane për të ardhmen. Harmonia mbretëron në marrëdhëniet romantike, një bisedë e hapur dhe e sinqertë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Ndërkohë, për ata që janë ende në kërkim të dashurisë, mos qëndroni brenda mureve të zakonshme, zgjeroni horizontet dhe eksploroni mundësi të reja. Mbani mend që qetësia e mendjes është çelësi për të kapërcyer çdo sfidë që mund të shfaqet.